Myftënia e Shkodrës vjen me organizimin e tribunave fetare në atmosferën e 3 muajve të mirë. I ftuar i radhës ishte edukatori dhe hoxha Tahir Zenel Hasani. Mufti i Shkodrës Imam Muhamet Sytari tregoi arsyeën e mbajtjes së këtyre tribunave fetare në prag të muajit të Ramazanit. Ne ndërmorëm këtë iniciativë për të prit muajin e mallnueshëm të Ramazanit me disa tribuna fetare që i paraprin kësaj mirësie të madhe. Edhe përzgjodhëm që të ftonim në këto tribuna njerëz me kontribute të dëshmuara edhe njerëz afër zemrës, me dëshirën e mirë që të përfitojmë diçka dhe të marrim gjithsecili për nesh një mirësi të madhe në prag të Ramazanit. Si të thush, përzgjodhem të përgatitemi për këtë Ramazan që po vjen në këtë mënyrë. Edhe shpresoj që t'ja kemi arritur qëllimet. Në këtë moment, ti edhe pse jeton për këtë botë, ti i ke besu Zotit për shumë më tepër se sa kaq. Biles, në esencë i ke besuar në ghaib, i ke besuar për atë të cilën ti nuk e sheh. Edhe kjo vëllezër dhe motra është mirësi shumë e madhe. Të jetosh në dynja, me përjetimin se bashkë do shihemi prap. Atëherë kur ka shije tjetër shikimi. Atëherë kur merr dimension tjetër vllaznia. Ala sururin mutaqabilin. Është vërtet privilegj shumë i madh. Që të gjithë ne kemi qenë dëshmitar të një periudhe shumë të vështirë. Ne kemi jetuar një periudhë ku të cilën ne na diktoheshte imazhi jon për Zotin. Edhe imazhin për Zotin e morën shekullarët përsipër. Biles, edhe na pyesnin non stop. Nëse jemi dakord me Zotin që na ofronin ato apo jo. Kemi jetuar një periudhë që imazhin edhe për shtetin islamik na ofruan ato. Dhe çdo ditë na kanë marrë në pyetje. Nëse jemi dakord apo jo. Na kanë ofruar koncepte dhe imazhin për xhihadin. Dhe jemi apo nuk jemi dakord me të. Dhe kjo periudhë ka treguar vërtet grahmat e fundit të një sistemi i cili është në rënje e sipër. Saqë dhe brenda nesh për hir të vërtetës kanë qenë jo të vogla, të cilat kemi rënë prej kësaj fitneje dhe kemi bindur vete që vërtet po jetojmë kohën e fundit. Dhe kemi gërmuar shumë në thesaret tona të gjejmë vërtet për shenjat e fundit, për shenjat e kiametit. Dhe ndër hadithet të cilat është më prezent në për tavolinat tona, është meraku nëse do ta mbyllim atë fidanin e fundit apo jo. Dhe argumentet janë të shumta.